E qartë. vendos. Megjithatë, mos harrojmë një gjë, mos harrojmë një detaj shumë të rëndësishëm, do të grumbullojë edhe votat e të burgosurve të tjerë. Mundet që të marrë edhe vota nga 313-a, zoti Meta. Besoj që të gjithë në narkoregjimin e Edi Ramës nuk besoj se mund të flitet për liri dhe për të drejtat e njeriut në një regjim i cili është armiku më i madh i lirive dhe të drejtave të njeriut dhe për më tepër që shqiptarët vetëm fizikisht nuk ndodhen sot në qeli si ajo ku ndodhet padrejtisht dhe në mënyrë kriminale zoti Meta, por nuk mund të flasim për liri dhe për të drejtat e njeriut në një narkoregjim që ka provuar në këto 12 vite nëpërmjet shkeljes permanente dhe më të dhushme të lirive, të drejtave dhe të dignitetit njerëzor se është armiku i tyre më i egër. Por me që më ftuat për të komentuar listën e kundërshtarit tonë politik, unë do t'i referojmë në radhë për shembullit frymëzues që jep zoti Meta dhe motivues, pra i cili edhe pse në kushtet e një izolimi ekstrem preferon dhe të laroj në listën e hapur dhe përballë kemi kreun e organizatës i cili është futur në bunker me ndërgjegje të plot, i tmeruar nga dëshkimi që nuk mund t'i shmanget pas 11 majit, duke zgjedhur listën e mbyllur. Pra pikërisht ai që shitet si lideri i fortë, autoritar, që në fakt i ka kapur gjitha pushtetet, është aq i tmeruar sa zgjedh të hyjë, të mbyllet në bunkerin e listës së mbyllur. Pra ju e quani një mbyllje në bunker faktin që është tipari në listën e mbyllur. Sepse kjo mendon se mund të jap një imunitet politik dhe ta shpëtoj nga ndëshkimi që do të jetë fatal për gjitha ato afera të përbishme dhe për gjitha ato krime që e ka kryer në këto 12 vite. Pra mjafton këto dy shembuj, pra rasti i zotit Meta, që del nga qelia dhe hyn në garë në listë të hapur, dhe Edi Rama, që besoj mbani më ndryshimet e qendrimeve, njëherë do garonte në listë të hapur, më pas nuk do garonte fare dhe sfund mizioni bunkerit. Po qartë, po nuk kemi në një kohë vetë flimi. E qartë, po nuk kemi në një kohë vetë flimi. Unë mendoj që fushata është maksimizimi për të pasur sa më shumë përfaqësues në parlament. Nuk është koha për të vetë flijuar. Zgjedhja që ka bërë Edi Rama nuk është asgjë tjetër veç se tmerri dhe paniku nga fundi i pashmangshëm. Tmerr dhe panik nga fundi i pashmangshëm. Dhe mjafton vetëm vendimi i Edi Ramës